Serbisë dhe ka shi Kosovës të drejten për integrimin evropian. Nga ky prizëm, si e shini ju? E shikoj problematik. Për arsyen e vetme që ashtu siç është i vërtet fakti që ne tashmë jemi dy shtetet veçanta dhe para së gjithash mendojmë për të themi për problemet e shteteve tona veçmas, nga ana tjetër Shqipëria sidomos ka një detyrim shumë të madh për Kosovën për sa i përket integrimeve të saj dhe sidomos pjesës së Serbisë. Ne dimë që Serbia përveç se ka krijuar probleme në rajon, tregon vazhdimisht që është burim problemesh. Dhe në këtë mendim, Zoti Rama e ka parë shumë mirë që dhe Open Balkan dështoi, sepse të paktën politika jo vetëm e Serbisë, po edhe Bosnjës që kufizohesh nga elementi serb, pothuajse e çuan në skript të problemeve të gjithë këtë çështje, madje edhe procesi Berlinit tash duket që është gati inaktiv. Dhe në këtë sens mendoj që Zoti Rama ka shkuar një hap më shumë se sa duhej, për arsyen e vetme që ky hap në një farë mënyre e amniston Serbinë, ndërsa Shqipëria po mendoj duhet ta bëjë rrugën krejt e vetme, ashtu siç po e bën Malizi krejt i vetëm rrugën e tij, dhe madje Malizi nuk duhet çuditemi që ndoshta në fund të vitit 27 ose në mesin e vitit 28 ai të jetë vendi i Ballkanit Perëndimor që të futet. Shqipëria duhet të ndjeki pikërisht të rrugë, që do të thotë të ndjeki interesin e saj, por asnjëherë të jetë përkrahas Serbisë në pjesën e integrimeve evropiane. Mirë, dhe në këtë pikë vetme që Serbia, sido që të ndodhi, jo thjesht ka problemin e Kosovës, por Serbia nuk jep garanci për problemin e sigurisë në të gjithë rajonin tonë. Madje në vëmendjen tuaj, nga ana e autoriteteve shqiptare, ish ministri të mbrojtjes i është bërë thirrje edhe Serbisë zyrtarisht që të bëhesh pjesë e paktit Kosovë, Kroaci, Shqipëri. Dhe ky ishte një element që e rriste sigurinë e rajonit tonë. Por Serbia kuptohet me atë politikën e vet dhe mënyrën se si ata duan të qëndrojnë. E para, duke mos njohur sanksionet me Rusinë, nga ana tjetër duke dashur përfitimin e fondeve të Bashkimit Evropian dhe tani edhe rrugën e integrimit në një farë mënyre për të shmangur të gjitha ato barierat që i janë vendosur dhe janë kërkuar gjatë gjithë rrugës së saj. Mendoj që është një rrugë pak djallëzore e Serbisë dhe më vjen keq që Shqipëria, paçka se modulin ndërkombëtar që i ka ftuar ata për të folur, akoma nuk jam i qartë mënyrën se si të dy këto autoritete janë drejtuar, domethënë i kanë drejtuar apo ata vetë janë drejtuar në këtë autoritet për të shkruar së bashku. Sepse po mendojnë nëse duhet ta bënin këto, duhet ishte edhe Malizi. Dhe me pak fjalë dua të them që Shqipëria duhet ta bëjë rrugën e vetme dhe kushtin e dytë të saj që duhet të jetë i panegociueshëm është që Kosova duhet të jetë në tryezën e patjetër e rrugtimit të saj evropian. Zoti Andoni, çfarë nëse kryeministri shqiptar nesër na thotë që po çfarë keni, sepse ai nganjëherë e ka këtë çështjen kështu, thotë unë po provoj që t'i hap rrugë rajonit, nuk dua të mbesim në këtë ligatin që kemi mbetur për aq kohë si Ballkan Perëndimor dhe këtu nuk është se edhe ka të padrejtë të thotë. Pra, Ballkani Perëndimor ka mbetur prapa me integrimin evropian, apo jo. Edhe në artikullin e fazit thonin që prej vitit 2013 nuk pati tjetër shtet që u antarësua prej rastit të Kroacisë. Tani, ajo që ju pyes, është çfarë nëse thotë që po ky rast i hap rrugë edhe Kosovës? Sa qëndron kjo dhe sa mund të qëndrojë po ashtu fakti që Serbisë mund t'i ofrohet një rrugtim drejt Evropës pa e pasur njohjen e Kosovës, pa i normalizuar raportet me Kosovën dhe një Serbi e cila brenda javës
presidenti i saj mund të dërgoj një oped në fazë në prestigjiozen Gjermane bashkë me kryeministrin shqiptar për të kërkuar një rrugë evropiane dhe në të njëjtën javë po ashtu të ankohet te von der Leyen e të gjithë zyrtarët amerikan e evropian për një aleancë tripalqe mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë që po rrezikon qëndësinë e këtij shteti. Tani si ti bëjmë sens kësaj? T'ju them një element. Serbia ka kohë që ka normalisht shumë të madhe të strukturës së saj shtetërore, që do të thotë të lobimit që bën nëpërmjet ekzekutivit, sepse sado që ekzekutivi është më i dobët se pushteti i presidentit, por tashmë ekzekutivi për shkak të figurës së zotit Vučić ka marrë një fuqi më të madhe negociuese. Prandaj dhe zoti Gjuri, që e dini, në kohët e fundit ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje takoi edhe Rubio. Dhe nga ana tjetër, kemi Serbinë që mundohet të tregojë që është shumë pro-europiane dhe do të integrohet ashtu si Shqipëria në rrugë të themi në një mënyrë bypassi. Po mendoj që kemi një Serbi të paqartë përveç se një Serbi që është i leqare. E para që Serbia ka kohë që ka kuptuar që Kosova është realitet i pakthyeshëm. Dhe në këtë sens, në qoftë se duan integrimin europian, nuk i gjen asgjë që të ndjekin rrugën që bëri Shqipëria, që me një aksion shtetëror të ndërmarrin të gjitha hapat për të mbyllur gjithë kapitujt, madje edhe të themi kapitullin që ka lidhje me Kosovën. Por ne dim shumë mirë që asnjë nga pushtetarët e Serbisë nuk e bën këtë, prandaj përfitojnë shumë të themi nga këto, nuk dua të them mundjeletësitë e Tiranës, por kjo pjesa e Tiranës që bëhet më shumë europiane se sa duhet. Pra po thoni Roma po bëhet më kozmopolit pasi para 2 ditësh zoti Andoni ne pam tashmë ish ministren e jashtme Elisa Spiropali në Prishtinë që tha Kosova është realisht kryefjala e politikës jashtme shqiptare, po e parafrazoj se nuk e tha kryefjala, por gjithsesi ajo i dha një rëndësi shumë të madhe Kosovës në politikën e jashtme të Tiranës. Ndërkohë ky veprim i sot